Ndryshimet e shpeshta të temperaturave gjatë muajit janar kanë rritur ndjeshëm të prekurit nga viroza stinore në Dibër. Sipas mjekut pediatër pranë Spitalit Rajonal të Dibrës, Filit Sfarku, në 24 orë paraqiten në urgjencë rreth 120 persona të prekur nga viroza e stinës. Sipas Sfarkut, 50 raste paraqiten në urgjencën e pediatrisë dhe 70 raste në urgjencën e të rriturve. Mjeku pediatër shprehet se numri është i lartë krahasuar me vitet e kaluara, ndërsa pritet që kurba e infektimeve të ulet në muajin shkurt. Ka një fluks të shtuar të smurëve paraqiten në Spitalin Rajonal Dibrës. Mesatarisht në 24 orë paraqiten rreth 120 raste, nga këta 70 raste në urgjencën e të rriturve dhe 50 raste në urgjencën pediatrike. Shumica e rasteve, pothuajse 70% rasteve janë viroza që paraqiten me temperaturë të lartë, 39-40, temperaturë rebele që gjatë 2 ditë, 3 ditë me vështirësi stabilizohen. Virozat japin komplikacione dhe kryesisht japin komplikacione të rrugëve të sipërme dhe të poshtme të frymarrjes, kryesisht të laringite, trakeobronkite dhe ke fëmijët e vegjël bronkiolite që duan në ndjekje dhe trajtim spitalor. Nga ana tjetër, mjeku pediatër thotë se prindërit gabojnë në 2 raste gjatë prekjes së fëmijës nga viroza stinore. Sipas tij, paraqitja direkt në Spitalin Rajonal sapo nisin shenjat e virozës dhe mbajtja shumë gjatë e fëmijës me temperaturë në shtëpi është e gabuar. Ai këshillon që prindërit duhet i dërgojnë fillimisht të fëmijët tek mjeku i familjes dhe është ky i fundit që rekomandon nëse është e nevojshme tek mjeku specialist. Shifen 2 tendenca të gabuara për mendimin tim, si pritje të zgjatur e temperaturës pa konsultën e mjekut, ashtu edhe paraqitja që në momentet e para në Spitalin Rajonal. Është mirë që këto rastet në fillimin e temperaturës të ndiqen dhe të kontrollohen ke mjeku i familjes për të mos krijuar ndjenjë në Spitalin Rajonal, sepse jo të gjitha rastet janë me temperaturë duhet të paraqiten në spital. Familjarët një pjesë të rasteve që në fillim kanë tendencën të paraqiten në farmaci dhe të marrin antibiotik, që është krejtësisht e gabuar, po kështu edhe vën vetë diagnozën duke menduar se është gripë dhe neglizhojnë pastaj komplikacione që rrezikojnë jetën e të smurëve. Kujdesi duhet të jetë më i shtuar ke moshat e treta dhe sidomos ke fëmijët e vegjël, sidomos ke fëmijët e vitit të parë të jetës, sepse kjo virozë jep bronkiolite që janë me pasoja. Po kështu kemi vure kjo virozë jep shpesh dhe konvulsione febrile që janë dramë për familjarin, dramë për smurin, po dramë edhe personelin mjekësor. Kështu që duhet një monitorim rigoroz i temperaturës në çdo moment. Për temperaturën antipiretik, grupi parastamolit dhe ibuprofenit, duke i kombinuar, por duke respektu dozat dhe oraret. Dhe shumë e rëndësishme është marrja sa më shumë e lëndjeve. Lëndjet jo vetëm që ndihmojnë mos dehidrimin e të smurit, por ndikojnë edhe në uljen e temperaturës. Lëndjet mund të jenë lëndje natyrale, kryesisht çajra bimor, lëndje frutash por lëndje frutash natyrale. Jo, kryesisht mirë është të eliminohen lëndjet me sheqer. Edhe pse rastet janë të shumta gjatë këtyre ditëve, nuk ka ngarkesë të shtruarish në pavionin e pediatrisë në Spitalin Rajonal të Dibrës.